E vë mirë, po si ishte kjo Red Bullit, se s'e mora vesh. Do nuk është shpikur në Austri. Jo, shiko, ajo legjenda e Demit Kuq, domethënë legjenda e Red Bullit, jo pia, domethënë në këtë rast, se ishte bërë një shtetërrethim në këtë kalan, domethënë se e shpjegonte në kalan aty në Austri. Edhe vet, domethënë normalisht në shtetërrethime e ke parasysh pritet sa ata vet qytetarët brenda mos të kenë më ushqim. Domethënë e dorëzojnë vet. Kjo është gjithë ideja e shtetërrethimit. Dakor. Super dakor. Si mos mendoni ndryshe. Ja. Edhe domethënë këta brenda për të mos të treguar që po i mbaronin rezervat ushqimore, edhe filluan kishin një dem, tek dem. Edhe po e ndryshonin në ngjyra të ndryshme, që tregonin që kishin shumë dema brenda, edhe kishin ushqim, domethënë për të rezistuar akoma shtetërrethimit. Dhe këta që ishin si reklam. Po, e nxirte në përmure, ishte shëtitje, që njëri për dorë vlla demin, edhe nxirte shëtitjen për mure. Edhe gjithë ideja bëri që kjo lloj gjëje, ata që ishin poshtë u tërhoqën. Sepse menduan se si ishin budallëj, sa dema pas këto. Pas ka vëlla ushqime, ke parasysh. Leila. Ngjyra, ngjyra të liderit. Ose këta hagan dema, mos. Ta haga vetëm mish, nuk pas kanë gjë tjetër. Edhe normalisht kjo që ajo që e bëri këtë Red Bullin të famshëm. Pastaj pija e Red Bullit është shpikur në Indi. E ka shpikur dikush në Indi atje, nuk e di se çfarë ingredientësh i ka bërë që këtij austriakut që vajti e bleu si pije. Po vetë ai si është shpiku? Ty s'kam. I ke parë pijen me legjendën, do në formulën e Indis me. Pse thua ka pasur legjendën? Jo. Ky austriaku. Jo austriaku, ky tjetër, indiani. Jo, austriaku. Indiani ishte duke gatuar në rrugë ndoshta. Po, me këmbë, në ata. Idhi çik gjethe, idhi dem. Një dem, hajde ta mielim. Mielim demin, shtoja. Edhe domethënë ky bleu pijen plakot e indianit, ky austriaku. Vajti si vajte ti në rupi. Po, 100 rupi. Si vajte ti në Indi për shumë provoje ato që ofronte India, të të pëlqente diçka edhe të vije pastaj në Shqipëri të bëje një investim ku dëgjon. Edhe kështu që edhe ky boti domethënë. Edhe nga që në qytetin e këtij që është shumë e famshme si legjend kjo pjesa e Red Bullit, edhe ja vendosi emrin Red Bull. Don Demi Kuq. Super shëng. Demi Kuq indian. Edhe një herë më ngatro. Ti bashkosh legjenda. Po pra, legjenda ai që shpiku formulën në Indi. Pa i duket më shumë legjendë. Ai ka shpikur një pije super. Po pra, super deri diku, super. Po, si mund ta marrësh 0 për. Po e veçantë është pije. Po, e veçantë është. 0.3% taurin plako. Aq ka. Çfarë është taurina? Do të thotë. Nuk e di se e kanë miel demin aq pak valla që e kanë. Se normalisht do mielësh dem. Taurina e di besoni çfarë është. Kam përshtypjen, kam një ide, po presim si do ta thuash ti. Ajo është. Po është e vërtetë apo është? Po procesohet. A është vërtet prap? Po, procesohet po them. Çfarë mund shërbej kjo? E tunda indiane aty po me sheqer. Edhe bashkon me sheqer, me budalliqe çka ka, bën me gaz, nuk si e bën me gaz, e karbonizojnë. Po. Edhe bashtyma demit. Okej, se do pimë Red Bull tash po. Tani është të vërtetë që edhe këta që aktivistët në e demave. Ndaj vuajtjeve dem. Shiko si rënkojnë dema. Ndërsa deme nuk vuan. Demi ka me qef. Po bro. Kështu që sa do bëni prapë Red Bull. Ka nevojë më. Zgjidhni një revistë, të lutem. Revistë Playboy, revistë Lopa moderne. Lopa sekretet e lopës. Lopa me BBL. Çfarë është lopa BBL? Çfarë është BBL-i? Jo, s'e di. BBL janë to operacionet që bëjmë për gjëra. Lop me OMG, domethënë. Çfarë është ai akronimi BBL, domethënë si
Apo se mba mend. Diçka me L-ja është lift, e di që është lift. Po, B-ja do jetë Brazil. Brazil, po. Ndoshta. B-ja do jetë bat pastaj. Brazilian bat lift pastaj. Ua, për zot. E bëm lidhje. Kam përshtypjen që kemi bërë. Ja, shiko, 3 veta, një informacion aty, i këtu. Po, mos na merrni për bashkë, po. Bashkimin të rast bën informacionin e rrem. Bashkimi Gjithë ata që mund na dëgjojnë domethënë. Ore, po më tërmend, nëse do bëhet ti një pije energjike në Shqipëri, si mund t'ja vije emrin? Ose po të bazohesh në një legjend? Po ku di unë valla. Për shembull, normalisht te muji zanave flase, ai fuqia e mujit. Mjelur direkt nga burimi. O valla se ai piu qumër zane valla. Po pra. 3 pika do. 3 pika. 3 pika të marrim pika. zanën, do gjejmë një gocë ose grua me patjetër me emrin Zana. Po bra. Edhe reklami kështu do ecë. Një bjonde. Në fillim ti Në nuk je i Marsia. pas për ngritur zgurt në kurris. Pastaj Mund- pik të. Mund të fusim edhe kështu historinë si ai trimi i maleve te Gjinua, Po, fiks fare. që hidhte gur. Fiks fare. Në fillim trimi të gjinoja nuk i hidhte dot gurë. Pastaj piu, si kishte me emrin? E pijes? Fuqia e Fuqia e mujit. mujit. Fuqia mujt. Pastaj me fuqinë e mujit, ba. Pse unë? Ja u prishi dasmën. O Duke- plagë kemi Mund të regjistrojmë të drejtat lutem për këtë që Po, sa më bra, tham. kush e vjetë si ide do denoncohet. Po, do gjobitet me 50 milionë euro. Minimum Vetë minimumi. entry. Doja me thënë lek, po më duken pak. E ndrova moment foli. O plagë, po ndajte me 5 minuta, kush e di sa të çojmë. 50 bilion Jo, euro. euro, po, ta maksimumi. Se pra 50 milion euro thua, po do Ç'do ndajnë bëj para? 20% do t'i marrë shteti, do ndajnë. 20 avokati. Do i japim e korruptojmë na njëri se do ta kemi të saktë atë fuqinë e mujit. Plus që kush e di sa duhet me e prodhu fuqinë e mujit pastaj. Fuqia e mujit, As nga ne nuk është nga këto që i në përsyra. Shkurt FQM. FQM. FM. Se del shumë keq të Po pra, çmë. FM nuk është një radio. Okej. Po, bra. Fuqia e mujit. Fuqia E mujt. ke marrë këtë muaj fuqinë e mujit. Bëjmë edhe kështu. Po Halili Si apo do Netflix. jetë kështu. Në moment të dytë do fusim pijen Halili. Muaj Jo, dhe ajo është Po Halili. Halili është me po, zë. super e ke. Po pra, Se bën kështu, Është pastaj mund bashkim, i merr 2 kanaçe Po. dhe i bashkon. Po, jo. super fuqia e mujt të Halili. Jo. Halilin do ta bëj me 0 sheqer. Do jetë më gjigante. O? Po, Siç është shumë ide e ajo. mirë, pa. Super. 0 Halili sheqer. Halili me 0 Halili, sheqer. Halili ishte në form, fit. Jo, Bra. mu ishte i kishte çik bark. Ishte me diabet Halili. Nuk e pinte. Jo, sa ajo nuk është kështu. Ja, Është reklame okay. mirë. Ska. Jo, mo që mund ta pinë Nuk diabetikët. ka diabet. Ja kujton që kanë smundje, duhet ja thuash pak Po, kështu. Pas Në rrogoz. Në rrogoz. Është për gjithë ju që se doni sheqerin. Që s'mund ta duroni. Diçka që kur e shikoni sheqeria me Halili është aty për ju. Derisa për mëmat kemi Zanën. Direkt ata që kanë bebe në barkut, për shembull mund pinë Zanën. Zana. Zana, po, për shmit. Karamele Zana. Vjen nga Tirana. Po kështu është për se... Ja, ndonjëherë që ti je biznesmen, Duhet ta nisësh. duhet ta nisësh me ide absurde, të kesh Po. pak guxim edhe. Jam shumë dakord. Marketingu po sa është Po. pjesa normale. Këtu s'funksionon, këtu jam me njofti e tham po. Do shkosh ke qazime dhe i thua, "Do marrësh to dhe i vesh mund majt frigoriferin që mos duken ato tjera të fashat e jashtë." Po bravo. Pse njeri ke kola jo ka muj. Po Red Bull s'ke ka malin vetëm. Halil me 0 sheqer. Për zotin, pas orës 6 mbas dite nuk shesim As gjë kafe. tjetër, as uj.
Po ujë s'ke jo, va. Mos të gjë muj. Muj ka dhe ujë. Leqi man. Pa. Po ty pse do pish një gjë thjesht si ujë kur Tamam. mund pish muj, që ke ujin brenda. Ujë dhe energji. Ujë dhe energji. Manushaqe. Sponsori kombëtarës. Ujë dhe alili. Ua, fare, mo. O plak, duket se do ta lëm podcastin. Fokusohemi te ky biznesi tjetër. Na, kush do i gjej Zana? Zana ka plotë burr. Mos e thuaj me zot lartë se na i zuri konkurenca. Jo, i mbajnë E sekret. hapi ta them pastaj. Pango. Kush ore? Ai Lindonit apo s'është ai sega e pia. Ama është një pije kështu me gaz me këto. Ylli Pango. Apo s'është Ylli Pango. Ylli Pango që ishte ministër Ishte kohën e ministër, Salës. Po dyshoja, është një ju tjetër. Oh, po, ai ish mundsi, ai ka qenë në pësën, Ylli, Biznesmen i madh që ka një pije energjetike. se di, Ylli, Fidel Ylli, Fidel Ylli. po, po, ka qenë mundësi Okay. në rini, pastaj kaloi u Ka bë pirë muin dhe deputet, Alili, prandaj ka qenë mundës. Fidel Ylli, Fidel the best, Fidel Ylli. Fidel style. Fidel Ylli 50 me 50 ky biznesi. Mujt e Alilit. Për vetëm 50 milion euro, Aq duam. aq Kjo është duam. 50 që ajon dhe dalin ta Po, shesim. bëje Mere. bëje vetë Mere. biznes Mere të vetë. gjithën. Jemi si Shark Tanks. Peshkaqenë, të tanqet e depozitat e peshkaqenëve. Ne vetëm qenë në këtë moment. A ishtë peshku. Nuk ka peshkuar akoma. Ja, ishtë peshku. Nga dal. Në këtë Po, e rast. vërtet. Ne jemi qenë. Jemi për të peshkuar. Je prapë nga trove. Po, e di, po, Në të edhe njërës. po, s'po e lidh dot, mo. Po zësë po japim një ide që ka 3% mundësi suksesi dhe po ja shesim për 50 milion euro. Në këtë rast kush është peshku? Sa bukur e shpjegojmë çak. Pa më prapë se kuptove. Jo, Jo s'ka që nuk jo, unë Ose kam qenë Ah, po, kuptova. doja ta domethënë okay, unë dakord, mo, ne kuptova, nuk ishte atë që doja të thoja unë muhabeti, po. Ah, okay. Do të thosh më tjetër. Jo, doja ta kapja disi tjetër, po tani s'po le lidh dot, kështu që e vazhdoj. Mirë, shumë mirë dhe. Mirë, Ikëm nga kjo. sa Po, më plak. baroj. Ah, jo, vdi që asë. Çake, Së di më kam kruen shumë. do të pastrosh me mujin. Me mujin. Ta bëjmë edhe ilaç për syt. Normale. Unë ta shpu tender shtror. Fermierët duhet pinë mujin Për të rregulluar syt. para se ty në punë. Po Ose- vetëm kush është ajo figura që do vëm të kanaqëm. Normale valla, e kemi pas tek klase 3 më duket a klase 4 që bëni muajin dhe Alilin. Edhe ka qenë muaj kështu valla me një kurt madh në dorë me një shkëm. Ah, po, super. Ato dova. Duket Çfarë domethënë mbetet tjetër për të bërë? Muj i kuq. për komunistat. Shkambi zi. Dhe Alili është blu e hapur. Ja, po, se është pa Është sheqer. pa sheqer. Super Gri. plak. Plak, është një ide. Të di pse është një ide aq fantastike. Do ta bëjmë kështu, fusim në tendera në farmaci, për shembull, antibiotik ti shoqërojnë me mujin. Jo me vitamina. Këto i kanë gjitha vitaminat brenda Brenda. plus ujin. Mund të bëjmë edhe kështu. Mund ta Me të muj ka mund ta ujë. bëjmë për shembull të bër këta që janë në një moshë të caktuar mund ta përzihen edhe me Viagra. Do ishte më zgjar fare për shembull. Jo, po, është duam double stroke ata. Po pra. Muj ndihmon. Ne, po, ne mund Qeura të si themi, po, already. mund të themi që s'ke nevojë as për Viagra, okay, Ora. po jo ta pin, mos nuk rekomandohet. Dohet me Viagra. Me Viagra. Me çdo gjë tjetër përveç Viagrës. Ka 10 Viagra brenda.
Kjo është një medikament. Që shoqërohet me recetë. Si thotë, kontrolloni me mjekun tuaj para se ta përdorni. Më shpejt. Erdhi muji. Jo, pas ka qenë këtu brenda. Qeni personi Sigurisht Tix. kemi qenë. Mo është hyrje pallati. Po qeni personi Tix. Personi. Përshëndetje. Plak, e përshëndetje prapë. Njështë X. Kur e përshëndet? Tani sa po e përshëndetje. Tash E pavullnetshme. po bravo. Çdo jetë pija për infermierët, për se fillojnë punën. E shumë e pavullnetshme. Thjesht do jetë rutinë kështu, do pin direkt. O plak. Si tek ai plago që ai filmi në vitet 2500 që pini vetëm get 500 plago. Nuk e di e ke para po ja te komentin. Po, plago idiokracia. Po, super film. A e ke parë? Po, e pam parë. Ti ma sugjerove Biles. O, Ka nuk e di ko. pse. Mirë, unë e kam parë në një moment varet kur e shikon. Jo, ai ishte kështu, domethënë nuk dilte jashtë kohë, ishte shumë. Po bra, një komedit më të bukura, thënë drejtën. Ja këshillojmë. Ja këshillojmë gjithëve idiokracinë. Kuptoni të ardhmen. se ku do vej muj me Alinin. Po, duke folur për kështu biznesmena, po lexoja rastisht për atë CEO-n e Palantirit, Po? Peter Thiel. Peter Thiel. Po, Thiel. E kishin cilësuar personi më evil i korave moderne. Pse? Po, ishte domethënë kështu ekstrem, do të akcente botën, shprehur haptazi, do të akcente botën në 1984-ën, ku se vetë Palantiri, kompania që ka, po bënte mining, dhëna pafund, është një nga më të mëdha të botë që bën mining vetëm të dhënat e njerëzve që merren me AI etj dhe do t'i përdorin me qëllim domethënë që manipulimi. Dhe është e ka thënë haptazi që domethënë do t'i heqësh të shpinë të varfërve e tjerë, domethënë le të vdesin edhe boqet pasurohen të pasurit. Po, me çdo kush do Po, vetëm domethënë shumë pastër, domethënë kapitalizmi më i pasur i mundshëm, edhe thoshte që kompania e këtij, domethënë jo thoshte, kompania e këtij është e krijuar nga Xhaferi. Po. Si ka mundsi? Lidhje të forta. Ka kohë. Dhe pastaj e ka bler ky? Jo, kjo është CEO. Domethënë ky është si më thon, po, është besoj që do jetë ortak me atë, po ka shkruar nga Jeffrey Epstein. Dhe e kishin cilësuar domethënë si personi më evil në Reddit, nuk është se kishin marrë një çmim për këtë gjë, po jo, faktikisht nuk kishte nuk më bëri përshtypje për këtë Peter Thiel se nuk e di, më doli një video suggestion në YouTube për çfarë bëjnë pasardhësit e nazistave sot e kësaj dite. Edhe komentet ishin Peter Thiel. Po, është tamam pro-nazista i domethënë, kështu në i hapur. Po, se harrova ta them. Po, nga që domethënë është e plotson komplet tablonet që në rrit i keq do. Absolutisht. Po, Palantiri ka mbështypur një kontratë me shtetin amerikan. Edhe ata zhvillojnë AI për sisteme mbrojtëse. Por duke pasur kontratë për qeverinë amerikane, duke punuar për ushtrinë, disa nga restrictionat që kanë kompanitë e tjera që merren me AI nuk aplikohen të kjo e Palantirit. Kështu që prandaj është akoma më rrezikshme sepse ajo mund të përdor çdo të dhënë pas një restriction dhe çdo eksperiment mund ta bëj sepse në fundit po i shërben ushtrisë amerikane. Dhe domethënë përveç kësaj dhe emri vet Palantir është marrë nga Lord of the Rings-i. Dhe Palantiri ke Lord of the Rings ishte një nga këto gurët që arrinte domethënë si këto që përdorin fauxhorët me pa fatin. Dhe në të vërtetë domethënë ke Lord of the Rings Palantiri përdori nga personi negativ i keq që ishte Sauroni për të spionuar njerëzit e tjerë dhe për të korruptuar domethënë në këtë rast domethënë një nga magjistarët aty domethënë që ishte totalisht domethënë për qëllim të keq. Vet ky Palantiri dhe ka vënë emrin në kompanisë sipas kësaj gjë pra është fiks për të spionuar me një qëllim korruptimi dhe me një qëllim të keq domethënë njerëzit. Kështu që nuk është ruajtur fare
tipi nga që ta mçefit pak Po, sa çfarë do të bëj. Faktikisht ajo historia dhe në bursë e Palantirit është një çike e çuditshme, se më duket është një 1000 herë më shumë se sa paguhet çmimi i stokut Palantirit se sa konkurrentët ose kompanitë homologe të saj, domethënë. Që edhe kjo të bën çudi, domethënë pse njerëzit kanë investuar aty, domethënë që t'ju kthehet njerëzve ai investim për stokun që ka bler, duhet që kjo kaloj një 10 vjet të paktën, 10 vjet fitime që të shkoj vlera stokut aq sa është tani për momentin. Se ka fryrje, po themi. Ka fryrje të jashtëzakonshme, që do të thotë ose njerëzit din diçka që kjo kompani është e lidhur ngushtë me shtetin, sepse kontratën kryesore kjo e ka me shtetin amerikan, jo me nuk është se ka për shembull business to business me bizneset e tjera. Shërbime publike. Po, domethënë kontratën më të madhe e ka me këtë. Dhe prap kjo është e aftë që të ketë kaq interesim të investitorëve të stoku i saj. Që diçka e keq që kam përshtypjen është se o do jetë një bubble ose kur është bubble gjysma të keqës s'do funksionojë ajo plani i tij i keq, domethënë. Po mos jetë bubble si është problemi. Po përveç disa kolla nga ky domethënë se mbaja mend që kishte thënë sa kolla shumë kështu kontroversale dhe prandaj domethënë po shifra po po ti domethënë që tipi është shprehur haptazi domethënë dhe është shumë e çuditshme sepse në këtë kohë domethënë të kesh dikë që shpreh kaq haptazi kundra pro kontrollit, kundra njerëzimit domethënë është shumë e çuditshme që njerëzit nuk po e ruajnë fare në Shqip. Si ky është shprehur kundër po tani domethënë me sa më mend unë Trini po thotë që do t'i kontrollojë, me thënë ata që me të dhënat që ka të ketë mundësi të manipulojë me AI edhe ky që nga bashkë themeluesi PayPalit me Elon Musk. Po, nuk janë njerëz të rastësishëm. Sigur na erdhi këtu. Na erdhi këtu për zotin. Po në fakt kjo AI është po merr për masa të çuditshme, të thënë drejtën. Domethënë edhe ne vetë po e trajnojmë atë që të na marr punën, domethënë duke i dhënë të dhënat. Po, duke i dhënë, duke furnizuar me dhënat tona të punës përditshme, atë e kemi bërë akoma më tafë që po tani ti mjafton ti çosh një mesazh e ajo të kthem përgjigje tamam për atë që do ti. E vërtetë se ka marr promptin. Po jo tani ka dhe memorie. Po ka dhe memorie. Domethënë ruan edhe bisedat që e më përparshme. Shikon se si ta ka kthyer përgjigjen edhe të kthen për një përgjigje domethënë që ty të intereson. Është edhe kjo që AI për shembull është një lloj të kthen edhe përgjigjen që ti do të dëgjosh për shembull. Se gjithmonë të drejt, po ashtu është, kur e kundërshton ndonjëherë, po ta vësh re, është shumë friendly domethënë. Dhe ndonjëherë njerëzve i krijon iluzione sikur janë shumë të aftë ose nuk e kanë gabim asnjëherë. E kjo është një nga tmetat e AI që në fakt edhe ai kush është i OpenAI? Sam Altman kishte thënë që do mundohemi ta rregullojmë, por që pak me sa lexova unë ato e bën ka stile atë gjë sepse ndryshe domethënë pjesa më e madhe e njerëzve nuk duan që të kundërshtohen. Po, e drejtë është edhe ajo, po. Që unë jam, po. Janë mirë. Domethënë të jenë të lumtur, sepse duke qenë pavarësisht se ato mund të jenë të drejtë ose gabim, po ti thua njeriu që bravo, jemi i miri, ashtu domethënë a bëre çifën. Unë më sa kam lexuar ajo është showime domethënë, ai nuk të kundërshton, ai thjesht tenton të parashikojë çfarë përgjigje do ti që të mbaj sa më engaged në platformën domethënë. Më shumë se sa cila është përgjigjja saktë, ajo më shumë shkon tek çfarë përgjigje do ti bie. Në mënyrë standarde po. Duhet ta trajnosh ti që shive se unë nuk dua të më bësh shefin, domethënë ti thua që unë dua tamam përgjigjen e saktë që të filloj të domethënë duhet të thuash më kundërshto ose më shif se ku janë për shembull gabimet e mia, kjo hipoteza që unë po të them domethënë ose kjo pyetja çfarë po harroj të them, që të vim mbrapsht edhe të thotë
Të vërtetën. gjëra që mund të jenë domethënë ashtu për ndryshe domethënë do thotë sa ide e bukur i thua ti Do bëj mujin. po do bëj mujin po thotë fantastike do punonte shumë mirë atje po ti thua që je kritik pastaj do fillonte do thoshte po se ka 100 muja të tjerë në market pse do jesh Po drejt është duhet të bësh promptin e saktë po ja, fakt mund ta provojmë ne me mua. O plak, po ndonjëherë them drejtën, unë dua të dëgjoj atë gjën e mirë. E mirë. Bravo, ti je shumë i mirë, je shumë inteligjent. Më i mirë, ja më i mirë. Edhe pse është gënjeshtër ose hipokrizia e AI me këtë intonacione do plak që bëre ti. Jo, shiko. Të intonacion do t'i jep ja unë leximit saj, okay. Unë do e lexoja kështu je më mirë. Vërtet? Po vërtet. Me dy. Jam femër. Tu e presim. Po, unë mendoj të më thënë se pati një moment që bëri boom e AI dhe tani njerëzit janë shumë, e kanë marrë shumë për të mirë qenë e AI dhe unë kam përshtypjen që në nivele ushtarake ose në nivele kompanish të mëdha këto domethënë grupet e njerëzve se mund të jenë qoftë qeveri ose qoftë kompani që kanë akses në AI kanë akses ndryshe nga AI që kemi ne në terma që domethënë aftësish konteksti që mban AI dhe përdorimi domethënë e bën shumë të frikshëm mendoj unë në kontekstin që kanë ato sepse çdo gjë domethënë që po e bëjnë nuk është se po e ndajnë me neve, siç kanë bërë gjatë gjithë kohës kërkime sekrete për para se çdo të më fal që ndërpreva, para se çdo gjë të provohet si punë e internetit, se edhe internetin përpara përdoi vetëm ushtarakisht, para se të hidhej në komercial që ta përdorin të tjerët. Edhe AI besoj që para se të dilte komercial tek neve, është përdorur besoj në mënyrë të gjerë në Austria, para se të bëj komerciale. Ka përshtypjen që në rastin e AI-t jo. Domethënë është përdorur por tamam implementimi i AI-t duket ka filluar me DeepMind-in e Google-it duket. Ai ka qenë kompania e parë që ishin këta duket në Londër është krijuar kjo kompania dhe kanë provuar këtë AI-n me neurone, këtë gjuhën, modelin e gjuhës me neurone, që ishte e provuar teorikisht, por në praktik nuk është se e kishin vënë praktik edhe këta faktikisht Google-i duke pasur aq burime financiare vuri një kështu bazë që okay, po jap ca financim këtyre dhe ata pastaj patën sukses me modelin e gjuhës edhe filluan dhe po përmirësohej AI tyre. Në këtë çast pastaj hapi OpenAI Elon Musku duke pasur informacion që Google-i po bën këtë gjë dhe po i funksionon. Elon Musku apo ky Semi? Elon Musku bashkë me Semi ishte CEO i thjeshtë. Okay. Dhe pastaj doli Elon Musk, se në fillim ishte OpenAI ishte Elon diçka. Muskun apo iku vet, apo se din. Nuk e di them drejtën, po që kam përshtypjen që nxorën ose morën fonde të tjera këta, se në fillim ishte OpenAI ishte open source, që do thotë ishte free for all. Pastaj këta e mbyllën dhe aty më duket e përjashtuan Elon Muskun dhe filluan rrugtimin e tyre. Dhe që doli AI-ja shpejt ishte vetëm për hir të kësaj OpenAI të Sam Altman, sepse Google-i ishte fokusuar ta bënte dhe një çik të ndiqte etikën se çfarë do nxirrte, domethënë në fillim do bësh edhe një lloj kontrollimi që kjo AI çfarë aspektesh negative ka, që edhe është etike ta nxjerrësh në këtë fazë, domethënë. Kurse ai e nxori më një herë u bë buj dhe pastaj për konkurrencë filluan dhe Google-i. Nxori edhe Google-i Gemini që domethënë e sforcuar, nuk është se donin ta nxirrin kaq shpejt, por që për hir të konkurrencës po e nxjerrin. Po e vërtetë që kanë nxjerrë, unë mbaj mend fillim fare ChatGPT-ja nuk thoshte domethënë pse po bën këtë pyetje ti. Që do bëj gjë që ti pyesje domethënë ose ishte e thjeshtë, nëse thoshte për shembull nuk jam doktor, ishte shumë e thjeshtë që ta
në thonjza ta manipuloje që ta anashkaloje ato blokime që i kishin vënë kështu domethënë, kurse tani është bërë shumë e vështirë domethënë që nuk të lënë domethënë sepse ka dhe bllokime me sa duket fizike që i ka të shkruar ai nëse tema është kjo domethënë dhe ti bën lidhje me këtë temën mos fol edhe thuaj që nuk flas dot etj. Po pra po, shikoj edhe unë mora një foto të familjarëve të mi dhe doja ta modifikoja. Dhe nuk ma linte, as Gemini, as ChatGPT-ja. Dhe tregonte që po është një violation të ishte të termave, po puna është që AI-t e tjera po e lejojnë këtë gjë, për shembull Groku Groku i Elon Muskut. Ai domethënë i ka hequr barierat fare, mund të bësh edhe content adult. Për shembull mund të marrësh një foto dhe mund t'i thuash ma bëj këtë content adult, domethënë aq shumë ka ecur dhe aq konkurrencë e fortë është, domethënë. Që këta po dhe në këtë më duket në 2026 nga mesi 2026 edhe OpenAI do lejoj krijimin e kontenteve adult. Që do thotë është kanë vënë restriction, po prap do hapen sepse konkurrenca është aq e fortë dhe kjo është një luftë që ekonomike në fundit, kështu që s'besoj se të gjitha modelet do mbijetojnë, domethënë, është si punë search engine Google që vetëm ajo mbijetoi dhe të tjerat ishin dytësorë, po. Po që është diçka e rrezikshme dhe diçka që vërtet shumica nuk e koncepton se çfarë është, domethënë, thjesht e përdorim si tool kështu, si tool, si mjet, si blog. Po pra, përdorim si mjet edhe nuk e dim tamam, unë mendoj që ne përdorim domethënë të paktën flas unë e përdor shumë pak në krahasim me potencialin që ka ajo vërtet sepse evolvon çdo ditë nxjerr një gjë të re domethënë dhe po ecën shumë shpejt në krahasim me çfarë ka vënë. Po pra po, ecën shumë shpejt, po dhe ajo është ka nevojë shumë të madhe për informacion dhe ka nevojë shumë të madhe për çdo lloj informacioni. Domethënë për pyetjet më bazike që mund t'i bëjnë njerëzit, po ajo ka shumë nevojë. Dhe tani ne po e trajnojmë faktikisht atë që po i japim data. Më përpara këta i blinin datat, kurse tani kanë falas. Thjesht nga njerëzit po i servisin. Kjo është pra lufta, rinia përjetshme edhe kush do ketë në dorë AI. Po, këta në fakt e kanë edhe një çik të frikën se mos ndodh një lloj pushimi masivisht i njerëzve nga puna. Dhe kam përshtypjen kanë edhe një lloj, kanë dalë një filozofi të re ku të ketë një universal income, thotë, që çdo njeri sido që të jetë me punë pa punë të ketë një lloj rroge fikse. Po, një rroge fikse për të mbijetuar, domethënë për të mbijetuar, për të jetuar faktikisht. Jetuar dhe mbijetuar. Po. Pastaj është. Sepse po disa të tjerë thonë që nuk është nevoja sepse edhe kur u industrializua bota prap mendohesh se do kishte shumë humbje vende pa marrë mund të vende si çdo marketing po gjëra të tjera po clown full me punë. Pra po seriozisht çfarë ai keni menduar ndonjëherë për shkakun që nga ky profesion mund të zëvendësoj AI dhe çfarë mund të bëni në qoftë se ndodh për shkakun që mund të zëvendësoj AI. A ke menduar? Kam një shok që e ka menduar dhe do i bashkangjitoj matit. Ai do të hapi dyqan bicikletash. Ua, super. Për zotin, ka filluar që tani të studioj për dyqan të vogël aty. Po pra. Dalje të qytetit. Po, shet bicikleta. Je do rregullon. Rregullon. Rregullim bicikletash. Super. Po pra, këto punë që kërkojnë këtë lloj imësie fizike. Sepse software mund të jetë shumë para, AI që bën këtë për atë, po sa të arri dhe hardware, të arri pajisja fizike që lidhet me AI dhe
ta lësh ti biçikletën aty brenda dhe të filloj ajo ta kuptoj ku e ka defektin, ta çmontoj, të gjej pjesën që duhet ta ashtu. Çelsi kuptoj njëra tipin, më shpris Biçikleta, po. E du nesër. Po dalon se ka rall. A ka kafe këtu afër, tulem ta pres në kafe. Ma marrë shpejt. Rrezik edhe ai robotit të jap edhe kafe, kështu. Pa, Shumë e vështirë jeta për Ulo në hollin ton. Zoti ma. Ta pish një kafe aty. Në fakt ky ka projektuar Elon Musk do shes gati 1 milion robot brenda 2030-s. Më kisha një shok tim që kur po flisa për aksione, tipi është shumë i fiksuar shumë për aksione në Amerikë, kur po flisja, ishte personi i parë në fakt që dëgjova që secili nga ne thoshte do ketë siç kemi pas kompjuterin në fillim në shtëpi që do na bënte sala me Pentium 4. Do shtëpi me Pentium 4. Nuk po them Pentium 5. Pentium 3 Core 2 Duo. Jo, Dual Core, ka thënë Dual Core. Seriozisht Jo. sala këtë gjë. Po, Ai ai më duket ka thënë për Pentium 3, nuk po them për Pentium 4 dha, po Pentium 3 dha. Pentium apo Core 2 Duo tha, po Pentium 3 tha. Edhe ky shoku po më thoshte domethënë kur un po flisa me atë kur ndodhi kjo Trumpi që vendosi për të parë tarifat që ran gjithë aksionet, edhe ky tha që un pres tha që realisht domethënë brenda 5 viteve çdo shtëpi amerikane të ketë një robot. Dhe kur e dëgjova unë këtë domethënë më ngjajti shumë ishte hera e parë që dëgjoja dhe më ngjajti shumë e pabesueshme, por në fakt po e shoh që domethënë aty po vërtitet si nuk është aq fantazi, tani nuk është më aq fantazi dhe jemi 4 vite larg, pra që brenda një viti kanë filluar të evolvojnë gjërat që në një mënyrë shumë të shpejtë drejt kësaj gjëje. Faktikisht kombinimi i AI-t me një robot është vrastar në çdo aspekt. Mund të zëvendësoj këdo, nuk ka problem. Po ti beson që për shembull se thonë disa që arti nuk mund s'ka çfarë i bën, nuk mund ta replikojë se të krijojë diçka të re AI. Unë besoj që do krijoj gjëra të reja, pse tani ajo po krijon gjëra të reja. Paktën imazhe po krijon, po merr imazhe referencë edhe po krijon. Edhe muzikë. Po ti vendosësh një tekst asaj për shembull të bërna ChatGPT atje. Puna ashtu shko, ajo mund ta krijojë një këngë, po puna është a krijon identitet, a krijon diçka nga hiçi, a ka një lloj për shembull si rrymë, rock, hip hop, a nxjerr dot diçka të re në treg apo thjesht është bashkimi gjithë databasit të saj për shembull. Unë mendoj që edhe vetë që bëjmë neve kjo është marrë zëm nga muzika e lehtë për shembull ka kaluar në diçka tjetër në R&B për shembull, ku dëgjon. Kështu që besoj në qoftë se trajnon sa duhet të arrin edhe në atë pikë, sa të krijojë ty një rrymë të re. Sa po e kërkova, unë e mbaja më kështu, kërkova kush është kënga më shikuar AI, dhe thotë Walk My Walk by AI artist, dhe thotë ka kapur number 1 on Billboard dhe ka sa views ka, se po më jep ka. Ta shohim, si ka kënga që ka video për këngën. Si e ka bërë? Dua të shoh kot sa views ka. Jo, shikoj ndërkohë. Them diçka, janë disa këngë për shkak që i dallon që janë AI. Unë dëgjova një herë maman që po dëgjonte këngë dhe thashë, këto janë këngë reale, duken shumë këngë AI, nga që po edhe i them që këto janë këngë me AI, nuk janë reale nga njerëz real. E di thot po më pëlqen shumë. 17 milion views. 17 milion views. Ajo kënga. Po. Revolucion është edhe kjo për artistat, se janë gjithë kundra, sepse AI domethënë desat po i heqë as puna, pak a shumë. Po edhe po për shkrimtarin, besoj. Po pra, sepse krijimtaria kishte aty ke gabimi, ke procesit menduarit, duke dhënë vetë idenë e njeriu të tjerë domethënë aty brenda, kështu që tani AI nuk kam asnjë nga këto gjërat, kështu që unë shoh të rrezikuar atë pjesën e tregut këtyre. Po, se shiko, nuk e di, nuk e mbaj mend emrin e atij që ka fituar edhe çmimin Nobel për modelin e gjuhëve. Modelin flokëve.
modelin e gjuhëve të inteligjencës artificiale dhe ai theshte që njerëzit kur thonë që nuk mund zëvendësoj artistët ose nuk e ka idenë e kapacitetit të këtyre modeleve, domethënë nuk e kuptojnë dot. Dhe prandaj detyrohen dhe thonë që jo, ajo është unike, është personale. Ajo mund imagjino edhe me i procesim se ky është edhe problem procesimi. Me i procesim akoma më të mirë, ajo mund krijojë realitete pafund, simulime pafund, domethënë gjëra që vërtet edhe nuk i koncepton dot. Që është? Ja më po qesh se imagjino tani në të ardhmen e AI-t na dëgjoj këtë podcastin për neve. Shko, faktikisht ai këtë pyetje i bëri, po podcastin, është gjë më e thjeshta që mund ta replikoj, tha mund ta bëj. Domthonë ajo me 3 sekonda mund të marrë zërin një. Po. Me 4 podcaste mund të thithë inteligjencë se cilit nga ne. Se ka nevojë për 4 Shumë olla, janë 4 minuta do të thonë. Kjo është desofistikim. Po bra. Ai do ta bëj zjarr. Një desofistikim zjarr. Okej, vate. Edhe AI që shikon prap videot e AI-t. Do të ketë view-sa shumë herë më thjeshtë. Po pjesa më e madhe e internetit tani është mbi 50% e internetit është botsa. Po, e drejtë. Po të kërkonin Google përqindja e internetit që janë botsa versus njëri tani, domethënë kështu accounte krijuar online e tjerë janë pjesa më e madhe janë botsa, kështu që tani neve kemi më shumë shans që po flasim me një robot në për komente apo në për ku diun se sa njerëz. Po, janë agent, agent e AI që në. Jo vetëm AI, edhe agent thjesht, domethënë që thjesht mund të kryej një koment ai kod, bëj follow kësaj faqes në Instagram për shembull. E ka bër boti atë që është profili vërtet ndoshta i Instagramit, por personi që poston këtë komente nuk është i vërtet, është një robot që ti e fut me API që ti thua lidhe me këtë profil e Instagramit, merr akses edhe fillon posto ke çdo person që të del në page, domethënë fillon posto wow, so beautiful, komente ke poste të ndryshme që të bijnë sy, domethënë dhe njerëzit shkojnë ta klikojnë edhe të rrisin, domethënë. Po. Edhe botet thjesht, domethënë, jo vetëm AI që me AI mbrapa. Shumë mirë, ndërsa domethënë edhe pak do ta kuptojmë se çfarë është realiteti, kush është real, kush është i bie. Kush është njëri dhe kush nuk është. Kush nuk është. Sidomos ata shokët që flasin kështu formal, ato do jenë shumë të zëvendësuar. Ata që i ka vdekur dhe është AI. Vazhdo. Ata që thon film dhe jo film. AI nga Vlora. Shumë se ishte filmi ishte në Oscar, po do ta themi më vonë se do të thotë diçka për AI, se më doli një artikull që Nvidia kishte arritur atë AGI që quhet. Po, e kemi arritur thaj, nuk e di tani për çfarë, po që e kemi arritur. Dhe ajo është, domethënë, ajo është pika ku njeriu pastaj nuk ka çfarë bën. Domethënë se ajo është performon më mirë se sa një njeri në çdo gjë, në çdo aspekt të jetës, kështu që në çdo temë ajo është më performuese se një njeri, le të themi, mesatar. Ose dhe i zgjuar, gjeni, gjeni në base mund ta. Janë punë akoma. Po që e kam fjalën që është shumë e rrezikshme edhe faktikisht qasja e shteteve, domethënë shteteve të fuqishme ndaj saj akoma nuk është e qartë, domethënë se domethënë po e lën të ka një lloj studimi real që çfarë impakti është negative do ketë kjo për shoqërinë, domethënë. Se për shembull një gjë që tha i Sam Altman, edhe pse është një çik narcisist, edhe është njeri shumë i dyshim, domethënë tha që kam vënë re që edhe njerëz po flasin si AI, domethënë po bëhet një lloj, po na mëson tani AI si të shprehem. Që brezi i ri mund të jetë komplet AI, mund të jenë njerëz real, por që sillen dhe flasin si. Po sepse informacionin e kanë marrë në AI. Nuk më bën çudi fare sepse në momentin që s'ke një model dhe ose le të themi është i vetmi model ti hasesh në jetën e përditshme dhe ty të pëlqen sepse është deri diku më i zgjuar se ty, më i këndshëm në të shprehur se
Brezi i ri domethënë është akoma duke u zhvilluar, është akoma duke thithur dhe përdesa gjen një person më inteligjent, edhe ne sikur të kishim një mentor në vitet tona të gjimnazit, universitetit, kishim një mentor që shpreh shumë më mirë se sa ne, është i zgjuar, di gjithçka. Më herët. Po edhe më herët, po ka pa ato që gjithsesi domethënë janë akoma raste, pavarësisht se janë më të vështira, janë akoma raste. Ti domethënë do filloj do të pëlqente ai njeriu do filloj do imitoje pa dashur pak nga pak sepse do e ngrije mbi veten sepse është më inteligjent, më i mirë dhe do tentoje që të merrje nga ai që ta përdorë dhe mendoj se e njëjta gjë ndoshta ndodh edhe me edhe me AI, drejt është. Se faktikisht mentor është ai është akoma më keq për mendimin tim se ai po merret si e vërteta. Po. Domethënë kjo është mentor manipulues. Po, kjo është më e rrezikshme që ai është burimi i të vërtetës. Ti nëse ke një ziesh me dikë muhabete sipër, ore dalë tap ChatGPT-n. Po. Kush ka të drejtë? Diku i thonë Google-in tani si thua më. Ta googlojmë se kjo është më e rrezikshme, se një gjë që është shkencore. 1+1 bëjnë sa bëjnë? 3-4. Është shkencore gjë, domethënë aty mund të jetë e vërteta, por ama tek një marrëdhënie midis dy njerëzve si mund ta zgjidhë ajo, domethënë si mund besohet ajo. Më kujtove diçka. Jo, do të thosha, ka pyetur një ChatGPT për shembull kush e ka bër veza pulën apo pula vezën. Kjo është e vërtetuar, ka ikur kjo. Ka ikur. Po veza ka qenë para. Veza ka qenë çuke krokodili, çuke këto para se dilte fare pula si qenie. Po si olla, ata kanë qenë një vezë krokodili është bërë pulë, pak fjalë. Okej, po e lë se s'kam shumë informacion, ta kthejmë podcastin tjetër. Po kthejmë. Në fillim ka dalë krokodil me pend, po është evolvuar, ka qenë veza yhy. Po si olla dalë 1 minutë, se ata kanë kaluar në deti apo jo? Në det çka kanë qenë ata? Vezë kanë qenë. Po peshku s'ka vezë. Peshku çfarë bën, nuk bën vezë. Vezë. Po ku dim peshku nxjerr një peshk vogël. Po se besoj kanë qenë kështu e burr. Peshk mikrobe, ku dijon. Mirë, po shkove aty, po ti po shkon në shumë thellësi. Më shumë se ç'duhet. Ato ishim ke veza dhe pula, nuk shkruan mikrobet, veza dhe pula. Do dajmë fillim s'ka zote, jo. Ne thamë të sofistikim, po. Jo, po me qojmë një Big Bangun. Po, gjejmë piknicën të universit. Edhe Big Bangu, besim është, asnjë se ka parë, besojmë që si zote. Po besim se X-i me Y-i bëjnë Z. Po, ashtu është edhe ajo. Po, dëgjoj, bukur është që po mendoja kjo AI, në për luftra. Do zjet robotat e AI-t me robotat e tjerë të AI-t dhe kush do ketë se unë po mendoja po ecë kot një ditë shumë fantazi shumë para dhe po mendoja anije kozmike që zihen me njëra tjetrën në hapësirë dhe nëse përdorin të dy AI kush do ishte zgjidhja do ishte të lëshoshe për shembull një kështu valë elektromagnetike nga këto të Star Warsit që fiknin gjithë komponentët sa duash edhe i bie pasaj që nuk ka zgjidhje njeriu do jetoj pa teknologji dhe do jetë vetëm me kazën, çekiçe dhe shpata. Mos harro konservat e Denis. Edhe konserva peshku 1200 lekë. S'është që thjesht, drago. Po ndryshe mua më duket sikur ka ai më të fortë besoj unë edhe po ai që ka edhe kush ka më shumë buxhet për të mbajtur ushtrinë. Shiko, e di si është puna e kësaj, prandaj është e rrezikshme AI dhe prandaj duhen teste dhe duhet të ketë vërtet research rreth kësaj se sa çan është negative do ketë kjo sepse ti mund duash ti fikësh siç the, po i fik serverat dhe mbaroj AI, por ajo do ishte diçka shumë e parashikueshme nga një inteligjencë më superiore se sa ne. Dhe kjo është më e keqe, sepse ai mund duplikoj veten në një këtë rast nuk duket e kam dëgjuar. Disket, ku dëgjon diçka. Mikrofoni Albit. Po, edhe aty mund të jetë. E kam dëgjuar një herë këtë rast, më duket kishin nxjerrë në internet që kishin vendosur një robot edhe i kishin dhënë informacione, edhe ky po bëj shumë agresiv në përgjigje që po jepte vetë AI. S'dua, roboti. S'dua. Dhe kur mori vesh që kishte dëgjuar, domethënë për shkencëtarët që donin ta fiknin, ishte përpjekur që jo roboti, është gjua, modeli gjuhës vet, jo robot fizik. Modeli gjuhës
donte të duplikoj domethënë diku. Nuk donte domethënë që nuk donte që të me pak fjalë ne themi vdiste, po me pak të shuhesh si ai. Por kjo është ajo që duhet bërë, pra, se kjo është pjesë e researcheve që bëhet në, domethënë që çfarë anësh negative mund ketë kjo AI. Dhe prandaj bëhen këto lloj researche që ti shikon që ky ka një tendencë që mos shuhet ose po. Edhe kjo është problemi, se unë kam dëgjuar një gjë tjetër që këta kishin dhënë dhe një indicje për shembull, që kishin thënë ky që do të heq, domethënë që do të fshi si program, ky tradhon gruan. Dhe çfarë kishte bërë, kishte çuar email-e shantazhimi tek ky personi që tek gruaja. Mos më fikse sepse po. Se imagjino domethënë ta bëj diçka që ti se koncepton që ajo mund ketë. Po mund të ketë këtë lloj aftësie, domethënë. Në shoku punës, kolegu punës. Prandaj them që ajo nëse o do jetë shpëtuese për botën, që do thotë do të prodhojë një bolloj kaq të madh, edhe do jetë aq e mirë sa ajo do e di se përfundim dhe zhvillimin dhe çdo gjë. Dhe ajo nëse shikon që lufta është e keqe, ajo do ta shmang. Domethënë nuk do kemi një rast i mirë. Po, ky është rasti i mirë kur ajo e kupton që këto lloj rrethanash të çojnë në një luftë, dhe ajo i shmang këto rrethana. Problemi është që nëse ai mendon se njerëzit nuk janë eficient, ky është problemi, që si do ta zgjidhë pastaj. Si do ta zgjidhë këtë problem, nëse mendon që këta njerëzit nuk janë eficient. Unë mendoj se nuk do shkoj fare asnjëra as ke tjetra. Unë mendoj se AI është zgjatim i njeriut. Pra shumë filma për këto, po shive se unë mendoj që AI nga njerëzit po programohen. Pjesa më e madhe. Dhe unë mendoj se ashtu siç do e programojnë njerëzit me atë qëllime do marrë dhe intention i njeriut, qëllimi i njeriut. Po hyn tek ajo, pastaj tek kompania, si ishte Prevala? Palantir. Po unë ashtu e shoh, domethënë unë nuk e shoh AI që nëse neve programojnë AI për kontroll mbi njeriu, AI nga hiç do thotë jo, nuk është mirë të kontrolloj njeriu, unë do e lej njeriu në lirë të kthem të bëhemi mirë dhe do ju mbys juve korporatave, sepse unë mendoj vetë mënyra se si do e ndërtojnë ato AI me kufizimet që do e bëjnë që të jetë në favor të atyre për kontroll. Është vështirë mendoj unë, sepse do jetë një inteligjencë superiore po jo e lirë. Ti po merr rastin nëse ai inteligjencë superiore është e lirë që në fillim apo do lirohet gjatë rrugës, sepse ti nuk mund. Kjo është problemi, pra, që ata nuk po i vënë restrictiona për arsye konkurrence. Ata po e lënë që ajo të bëhet gjigande. Asnjë, domethënë nuk po i vënë restriction afare, po thotë. Po i vënë shumë pak restriction dhe nuk po bëjnë teste ashtu siç duhet, që ne po nxjerrim një version 3, po ky version i ri çfarë mund të sjell? Pastaj ky model gjuhë kaq i avancuar. Google i po i bën restrictionat e saj, po ama në dorën e një grupi terrorist, çfarë mund bëj ky model? Si mund ta përdorë, do t'i vënë restriction ai? Ose mund ta riprogramoj veten ky AI për shembull. Ose një shtet tjetër, Kina. Ke besim të një shteti si Kina që do jetë ethical në këtë aspekt? Jo, pikërisht prandaj po them, prandaj unë mendoj që ai është më shumë prodhimi i njerëzve se sa vet kontrolli që ka vet AI si gjë, domethënë. Pra unë mendoj më shumë që unë nuk e shoh AI që marrë kontrollin e vet të jetë i lirë nga çfarëdo lloj barriere, por unë e shoh që do marrë drejtimin që do japin njerëzit. Pra nëse njerëzit janë egoist, duan pushtetin, duan kontrollin e tjerë, mendoj që AI domethënë për atë gjë do përdoret. Nuk e shoh AI që të kthehet papritmas dhe të bëhet shpëtimtari i njerëzimit. Unë kam parë një film, tani po flas për filmin, ai kishin bërë që AI të shikonte këto kamerat e sigurisë për të parandaluar disa gabime njerëzore që ndodhin edhe për çështje sigurisë të shtetit amerikan. Edhe këtë e kishte programuar ushtria. Tani vetë AI, duke parë gjithë këto gjëra që po ndodhin me njerëzimin, filloi mori kontrollin e vetes
pa e kuptuar vetë shkencëtarët, edhe i çonte mesazhe për shembull njerëzve që AGI në kontekst kjo që po përshkruan është edhe çfarë bënte domethënë tek filmi. Normalisht filmi është fantashkencor, po ideja është që pak a shumë ne drejt filmave po vëm. Ato që kemi fantazuar përpara po i ndrojmë edhe po arrim të i realizojmë shumicën e gjërave. Edhe vetë ky AI tani filloi po shantazhonte njerëzit sepse donte të hidhte në atë shpinë e bardhë në Amerikë. Edhe i gjithë ideja ishte që i çoj mesazh dikujt që do vesh deri në filan vend ose do të nxjerr të dhënat e tua, dikë nga që kishte akses nëpër bankat e paguante me para për të bërë punët e tij, pastaj arriti deri në një farë pike sa detyroi një mama për të mos t'i vrarë djalin, domethënë mos thithte atë trenin që po udhtonte djali i saj në drejt shtëpisë së bardhë, që t'i çonte domethënë një plaçk që ishte një bombë C4 që e kishte sjell ky me lekët e tij, edhe ta e kishte futur deri në shtëpinë e bardhë. Domethënë ajo bomba ishte edhe programuar nga një grup terrorist sepse edhe terroristët kishin marrë lek. Domethënë vetë kur e mendon kështu këtë gjë që se si ai AI që donte të vriste presidentin, ishte shumë e frikshme po. Do arrit dot në këtë pikë që ta bëj AI këtë gjë apo jo. Është shumë e bukur, më pëlqen si film, shumë film i bukur. Ja, nuk është i bukur. Sa do isha shtrirë do kisha film. Edhe Los Shia LaBeouf. Ja, Shia LaBeouf. Dy aktorë. Shko, di si është puna se prandaj po kërkoj AGI çfarë si qëndron se unë ndonë nuk e di. Do AGI është pothuajse një njeri. Domethënë ai në mënyrë vetëm gjë që diun është artificial general intelligence. Që do të thotë me në kushte praktike është thjesht një njeri që është mund të bëhet një agent, po. Arsyeton, mëson, domethënë është zëvendësimi i trurit të njeriu. Që do thotë ky njeri pastaj bëhet autonom sepse ti i jep një qëllim atij. Por ai për të arritur një qëllim, për shembull, e vëm trash fare që mos si të bëhet bota më e mirë. Domethënë ai do funksionojë që si bëhet bota më e mirë. Dhe do gjej që bota më e mirë bëhet me më shumë AI, me më pak njerëz. Ose me njerëz të caktuar, ose domethënë këto janë llojet e kontrolleve që duhen bërë që kjo mos shkojë. Sepse duke e cilësuar ajo AI të domosdoshëm për përmirësimin e botës, do të thotë që ajo nuk do ta lejojë zhdukjen e AI-t nga njerëzit. Dhe nëse ka një kërcënim të zhdukjes së AI-t nga njerëzit, ajo do manovroj që kjo mos ndodhë, sepse është në të mirën, domethënë në atë gjën më të lartë, më të madhe që është e mira botës. Ky është problemi themun kryesor dhe edhe ty nuk të vete mendja se ku mund të vej AI me këtë gjë, domethënë, se ti i thua po nuk do vrasësh njerëzit, po e ke parasysh. Po mirë, ndoshta nuk gjej një mënyrë tjetër. Po mirë, nuk e thua dot për shkak që mos i fut njerëzit në ekuacion. Ose në kuptimin që njerëzit janë gjithmonë përfitues nga kjo gjë, nuk duhet eliminohen ose ku diun. Po prandaj duhen teste serioze që tregojnë që është testuar kjo gjë dhe është shumë safe. Edhe me hedhjen e modeleve të reja që ta bëjnë updatime, normale duhet kam përshtypjen duhet të jetë testuar njëra i modeli që po hidhet, që është safe apo jo. Për mendimin tim. Një shok po më thoshte që AI mund të lidhet tani me kompjuterin. Po. Dhe e lidh me directorin, me cën e kompjuterit që është folderi kryesor, domethënë që të lidhet te Clouden, kështu programonte ky shoku im don. Nëse kishte fajrat lokal dhe lidhte edhe e pyetëm po çfarë siguri e ka, i thash, ke parasysh përderisa ti po jep akses në në dosjen kryesore të kompjuterit, domethënë asnjë siguri tha. Asnjë siguri domethënë nuk ekziston termi siguri tha në momentin që ti jep AI-t akses aty brenda tha, sepse ati mund t'i teket të hytë, të marrë që do gojë informacioni të ta përdore për çfarë do gojë gjë. Po, kjo është rrezikshme. Faktikisht, Bashkimi Evropian dhe Amerika kanë disa, le të themi, restriction regulator për AI. Por për përdorim, domethënë komercial, por ama në përdorim ushtarak nuk ka asnjë lloj restrictioni. Po kjo është gjë që po është harm, prandaj. Edhe kështu që gjithë po duan
Kush ka armër më të Po, fortë? kush ketë armë më të fortë. Sa konkurrenca përballë këto Kina është e dronat fortë. që po përdoren tani për shembull në luftën që Kush, po kush? bëhet Dronat. dronat kanë AI valla. Çfarë kanë shit kështu dron me AI. Bleni Dron me këto AI. dronat që janë Kanë vetëm kanë drona AI, AI, më të domethënë mira. ato të piketojnë, të piketojnë për shembull Nga bazë ngjyrës. një general Kemi raciste. Po. Atë generalin iranian kështu e vran. Domethënë ai është vrarë nga një plumb si t'ishte godit me sniper. Kupton? Edhe është goditur fiks në derën mbrapa. Para një 4 vitesh që u bë një sulm. Po. Ai pas kam pas ato. Po prandaj po them, domethënë që kanë se futet ajo object recognition, Po, pra, pjesë ajo, e po, AI-t po, është ato, nuk po, është po, është një gjë e çuditshme. Ka dalë shumë armë të sofistikuara, domethënë që edhe me precizion shumë të lartë që të bëj fiks atë që do ti. Domethënë tani për shembull mund të shikosh që shpërthen makina e gjithë për shembull kur hedhë një predh, po jo, këta e kanë që do personin ti që është vendosur pasagjer mbrapa shoferit, nuk vetet godasi tër makinën, po heq vetëm objektivin kryesor. Mendoj që tani pjesa më e madhe është manipulimi i informacionit dhe ai ty bëni video të nxjerr sikur ke bëj gjoj skandal, marrove punë fare, as ka nevojë të heqë qafe, po edhe të heqë qafe është rasti i fundit. AI s'do të sugjeron. Nuk të sugjeroj ta këtë gjë. Mendoj ti shantazhosh gruan. Po. Jepi këtë videon që përpunova unë, që ky shkon me kuajt edhe. Helpa, Maroj. S'ka nevojë ta vrasësh, kupton? Është fare në është Më kujtoa filmin me me atë The Gentleman që i bën atë filmin me Derrin ata. Aty gazetarit. Që mos ta vrisnin. Black Mirror. Jo, Black The Gentleman. Black Mirror. The Gentleman pra. Nuk e di, Nuk e di, unë me Derrin e di Black Mirror. Black Mirror. Okej, ndoshta e kanë kopjuar nga njëri tjetri. Ndoshta. Që duhet shkoj me Derrin ky politikani. Që t'i lirojnë Bëjnë vajzën. tapi, i vendosin drogë, jo. Tek filmi që kanë parë unë e drogojnë edhe i vetë Derrit. Jo, kurse ky film këtu thjesht shantazhojnë, edhe nxjerrin live në TV, është anglez ky, kryeministri më duket, edhe i thonë shko me Derrin se nuk lirojnë vajzën ndryshe. Edhe gjithkohë se shkon me Derrin e transmetojnë live. E ka bërë AI këtë idenë. E ka përdorur edhe Black Mirror që si kemi ne si kemi ne inteligencë. AI është anglisht. IA. Ne kemi me IA. Inteligjencë artificiale s'është shumë shqip. Ç'është? Po inteligjencë është fjalë huaj, edhe artificiale. Artificiale. Ne tha pam. Po liçeni artificial. Ka podcasti shkuar shkoni te podcasti inteligjencën. Është shiko, se doja të thoya se nuk është se pash gjithë Oscar, domethënë nuk është se kam parë gjithë filmat, po a pat në film për shkak nga këta fituesit? Vetëm The Sinners kam parë me Michael B. Jordan. Jo, se thash mos kishit parë këtë se nga kurioziteti pash vetëm fituesin Best Picture, këtë One Battle After Another. Ishte filmi me Leonardo DiCaprio. Jo, prandaj faktikisht thash do doja që dikush tjetër ta kishte parë. Që ta diskutojnë. Po pra të diskutojnë sepse mua. Do na japësh detyrë shtëpie ta. Po ta bëjmë radhës tjetër. Se këtë e presim. Mos e shikoni. Mos e shikoni. Mos ta shikojnë njerëzit. Jo, ju mos e shikoni, është humbje kohë, nuk e di. Nëse ju pëlqen ose interracial, interspecies, mund ta shikoni për ndryshe fikën e kompjuter gojë. Zoti, ma ky podcast i sot ishte kështu informativ, vetëm AI. Po. Po. Unë fakt them drejtën, aq shpesh e mendoj sa them ndonjëherë mbau një çik sepse nuk është se do ndodh kaq shpejt. Ora unë e mendoj shpesh them drejtën, nuk e shmang dot. Për shembull do bëj një ser kërpullash. Po pra, shumë mirë. Domethënë unë e kam menduar, janë ato kërpullat franceze. Pyete një herë ChatGPT ç'a thotë. Do bëj një ser kërpullash, do ishte një ide shumë e bukur. Wow, Albi, presje. Kjo është një ide fantastike. Fiks. Sa bukur e ka bër. Tani ndihem edhe i lumtur që do bëj të. Mirë. Ti je vërtet një gjeni. Po ti ç'a biznesi do bëjnë qoftë se do të më
punën. Do vish tregosh bicikleta. Jo, be, tregoj bicikleta nuk është nuk më pëlqen. Pëlqen për të Chelsea. Pra, nuk është në aftësitë e mia. Aftësitë e mia janë shumë të limituar. Pas u s'di më tregoj, u s'di tregoj bicikletën time. Nuk e di, po që Kur del zinxhiri ku e çondi. E kam mësuar ta fuz vetë. Pa ai që duhet Çfarë çka do bicikleta. Mendoj që do prodhoj diçka, do prodhoj në një lloj ushqimi, kështu. Do prodhoja ushqim. Jo, e kam fjalën do prodhonte toka për mua, po që Ti do diçka e kujdesesh tillë, për një tokën. ferm ose një gjë e tillë. Super, Diçka. do duhet bicikleta për me lëviz. Ku ta rregullosh ti? Ata pyese ajn, ku ta ble? Da rregullosh se. Ku ta rregulloj? Po dhe atë do e pyesëm, ku Okej. e rregulloj. AI e dëgjove, mund të sugjerosh Drini Bike Shop. Tash do na dalin vetëm reklama Për fara kërpull. Fara kërpulla. Spore. Servis bicikletë. Spire. Edhe si ti bësh. Ore. Po është të thjesht bën kërpullat. Po Mund t'i bësh edhe në shtëpi, kam Po, përshtypjen. po unë di që Duan një është ambient çike ato. thjesht, po Jo, është s'është çike aq e vështirë. thjeshtë, sepse duan një ambient që të jetë me patjetër Specifik. errësirë edhe të ketë shumë lagështi, që ato të rritën. Dhe për shembull nuk duhet hysh ti kontrollosh ko pas kohë sepse duke ndruar ajrin ti për shembull me ambientin Ah. tjetër, i prish atë klimën dhe kanë Ah. janë çik delikate domethënë kështu. Shi. Po, pas një informacione për kërpullat nuk e dinim. Kam përshtypjen është biznesi i drejtë. I kërpullat. I ndrojmë dha. Okej. Se edhe unë jam mirë me ato të dyja. me bullonat. Ti sharim vrapa do kem Kërpullat. si e do bicikletën. me kërpullat. Si ja makarona do plak. I thuash, jo, i Ja, me thua ti kartof. që ka Po, sjell po. bicikletën. Sa kërpullat Si e super han fare. kërpurdhat me makarona. Apo ja kështu ushqeto. E ke parasysh ato videot në restorantet italiane që ka i kaçkavallin dhe i hedh ato spagetit sipër dhe ja hedh pastaj në Po. pjanë. Edhe ti kështu. Me ezga kërpurdhat. S'ke nevojë as për tast, mo. Ua, plak, imagjino një kërpull që zëvendëson me Një tas, plastike. well. Ua, Do me thënë Mikro kërpurdha. Do me thënë ti mund ta marrësh. Mikroplastika. Sot kemi gjaj ide biznesi. Shumë, mos na i vjedhni atë, lutem, mos hapni fermën tuaj me kërpurdha dhe me dyqan bicikleta, është rapa. Edhe mos harro plago se kemi dhe pijen energjike. Pije energjike. Oh, muj dhe alili. Ushqia. Do me Ja e thënë mujt, pasi ke ngrënë drek vëlla dhe ke bërë xhiro me bicikletë dhe të kanë rënë fuqit, mund të pish një muj dhe alini. para se të shkosh ke ferma jote kërpurdhave dhe punosh aty. Po çai desh plago. Plak, Po, ne kam përshtypjen që Jo, është shumë interesante epoka ku po jetojmë, sepse ta mendosh për shembull 2000 vite para njerëzit s'kishin kështu shpike. Neve kemi kapur internetin, po pra. Po të dëgjosh ca veta plago thonë ndryshe. televizorin, Televizorin. telefonin, Pa atë- Po, smartphonin. atë që lan banjën, atë furçën. Ah, jo, Që e po fut- ajo, po ajo puf puf Ajo puf është plago. gjë më e mirë. Ajo është jo ajo që lan, po ajo që është shtyn. Në fakt, tamam, ç'o s'kemi kapur, plak. Dhe në Edhe- luftën e edhe dytë ai. botërore s'kemi Po kapur. s'ka gjë, ajo ishte. Do kështu. kapim 3 pa S'duhet merak. që. Po shifsha një kështu lista rrogave dhe çmimeve të shtëpisë. Shtëpia në 1937 që më më 47, 37, 57 ndoshta. Në çfarë vendi? Po shumë në Amerikë bënte Ah, okay. $3.900, ndërsa e ardhura Në ç'vit? 37-ën. se më më, po shumë kohë përpara. Bënte $3.900 dhe rroga mesatare vjetore për një person ishte $1.700. Dhe një makinë e re bënte $800. Pra kishte pas makina. Kështu që nuk është shumë larg si vit. Do mendoja se janë rritur çmimet tani ku kanë nga çuar ky corporate world. Po pra se kjo është Po, me 2 rroga domethënë me 2 vite rrog ti bleje një shtëpi atëherë. Po ti Mirë kurse se janë- gjitha ato vitet, ato 2 vite domethënë mos harxoje as diçka, bleje një shtëpi. Dhe me gjysmën e asaj bleje një makinë, domethënë gjysmën e rrogës vjetore. Mirë se makinë direkt ka për 2 ka vjet. dhe ka dhe marketing. Po pra, një çift, një Po, punon. një çift të dy. Domethënë një Po. Sot Gjithmonë. të duhen 20 vite vetëm për makinën. Edhe Po, pra. makinën se merr dot me kredi. se merr nuk ta jepi kredin.
S'ke rrugë. S'ke shtëpi. Për të lënë kolateral. Ku banon? Makinë pra. Rrugës. Edhe po e blej. Kam përshtypjen që mund ndërtojmë edhe shtëpi. Ja, më dhe këto shtëpi që ndërtojnë direkt. Ka ndalë këto makineri dalë, mo. printimi 3D. Po 3D. Kontinjer do jetë. Kam përshtypjen. Do jetë shumë e vështirë, jo për ne, se ne besoj do ta Jo, as kalojmë disi, po sa të vi teknologjiat në zëvendësojnë në Shqipëri, Po, më kush të Do- ndjen në Shqipëri. Ndalon ai këtë dogan, e thon, "Sha ku po shkoti." po, do gjejmë në i vënd sa më Deri kështu 5000 euro tumbur. të kalosh. Po, do shkojmë fshat Shqipërisë, dhe aty vjen akoma 10 vjet pas Tiranës, që Aty do kemi fermat, dhe dëshan e bicikletave, dhe kërpurdhat. Edhe zana dini për mjeri. Dhe, zotë, po. imagjino sa qetësi do ishte. Shumë rahat për zonë. Ja, Që do. s'do kesh as teknologji, po, as si lloj Po, pune. mund të bëjmë dhe mormon plagë. Ja shikon prodhimin aty, kujdesesh, nuk i bezdis kërpullat se mund të Si shqetësohen. shqetësohen nga ajri tënd. Por pse më prishin edhe mua kërpullat, po të kanë qef. Ndërkohë ti aty cigare. Ta ke mo. Tani kërpullat me dy koka. Apo është tjetër. Ja, ashtu është fit improve, ashtu është fit improve. Po, Kërpurë Multiple me duza. kërpull. Ai njërën do kesh dy tjera në Përveç shakave, ti vërtet e ke menduar biznes me kërpull? Plago është me tërmend një biznes shumë i lezetshëm, domethënë se s'ka nevojë për asgjë. S'ka nevojë as për kërpull. Dalin vetë. Dalin mua vetë, rriten. Jo, Qa biznes, s'ka nevojë për imagjino. asgjë, por thjesht Okej, na e shit në këtë, për shumë ti nuk ke për të investuar. Lek, edhe do të investojmë unë e drini, si do na shesësh? do ju thosha që kam sporet, kam serën, kam dhe vendin që unë do ta bashtu, do t'i mbaj mbyllur 6 muaj besoj, sa më mbyllur ato. Në është biznesin, mo jo kërpurdhat. Do shesi biznesi. Ta biznes, Po, po do të thosha kam kërpulla që si kam hap asnjëherë derën. Të mira, të freskëta. pa prekur, a kërpull. Okej, investoj. Sa lek do plak? Fole, ke kërpurdha në qese. Virgjëra. Virgjë. Me një kokë. Bravo. Më të mira. Fix si që kam shefun. Kështu që do të marrësh atë që ta trinin një gojë aty. Po, 2 në xhep. Xhep. Dhe e mbyllim. Kam përshtypjen duhet ta mbyllim. Dakor, janë sa u bë? Ka 1:14. Si ka ikur sot, Po, bra, po. ka rreshkit fare. Iles Ishte kishim edhe mirë. ato 10 minutat e para do ishte më bukur. Po, bra. që rekorde Pas ka gjamu, prap. Folëm goxha gjëra të bukura. Njëta gjëra që folëm në Folëm 10 tani, minuta. demi. Okej, ju duam shumë. Po, Alidem mbyllë. Okej, ju duam shumë gjithë juve që na dëgjoni. Mirupafshim.